A mendon se Belinda Balluku në këtë rast mund të procedohet në gjendje të lirë dhe mund të përfitojë edhe lehtësim të masës sigurisë sa i përket faktit që është grua? Shiko, këtu kemi një problem dhe nuk e kuptoj pse Spaku e bën këtë dhe opinioni publik nuk e kupton. Shiko, t'jap disa shembuj. Rasti i zotit Veliaj procedohet për pastrim të produkteve të veprës penale dhe është arrest në burg. Gruaja e tij është detyrim paraqitje. Pothuajse kanë të njëjtën akuzë. E njëjta marrëzh dënimi është. Pra këtë gjë nuk e kuptoj. Pra burri do bëj burg për gruan dhe gruaja do të bëjë detyrim paraqitje. Kështu e kuptoj. Pastaj rasti tjetër është ke zonjën Kryemadh dhe zotin Meta. Të dy kanë të njëjtat akuza, zonja Kryemadhi na bën filma, zoti Meta na çeka në burg. Po janë të njëjtat akuza. Pra, çfarë lehtësie është kjo? Sepse kodi penal i yni nuk parashikon je grua apo je diçka tjetër dhe të përjashtoj. Një shumë mirë, dy gjini, burr apo femër. E tregon qartazi kodi. Dhe mënyra se si përjashtohen këto individ të cilët nuk merret një mas ndaj tyre, pra femrat nuk merr një mas sigurie, arrest në burg dhe arrest në shtëpi, nuk e kuptoj. Edhe mos harroni dhe faktin që gratë kanë në pogradec vendin e tyre dhe kanë akoma më të mirë dhe kanë luksoze. Pra janë shumë më mirë me kushte se sa janë burrat në burgjet e Shqipërisë. Prandaj mua personalisht nuk më intereson fare a do të merret një mas ndaj saj, mjafton lajmi. Pra mos u deni nga ideja që duhet të merret një mas sigurie. Jo, edhe sikur ky lajmi të jetë mashtrues dhe thjesht sa po të tregoj që shiko, kjo nuk është e vërtet, qa media ka zani kështu me radhë, ju duhet kuptoni diçka, shikoni kush është sekreti. Sekreti është ky. Në rast se në të vërtetë është që nuk e ka shku fletëthirja, po i ka shkuar që hajde paraqitu na thuaj diçka. Por, unë po të them një fakt tjetër. Kështu ndodhi edhe me rastin e zotit Tahiri. Çfarë ndodhi? Fillimisht dilte një lajm në Shqipëri, nuk u dha në konsiderat fare. Pastaj vazhdojnë disa lajme, filluan duke u fshi. Pastaj u dilshin lajme u fshinin. Në fund fare, në 2017, dolën akoma dhe më shumë lajme dhe pastaj arritëm në rastin e procedimit të tij dhe u bë fakt konkret dënimi i tij. Pra, për ata që mendojnë që mediat janë kazan ose shpifin mediat për të nxjerrur një lajm koti, mu mendoj se ndonjëherë media ose ose në shumtën e herëve media nuk ka gabuar. Por ajo çfarë unë mendoj tek rasti zonjës Balluku është kjo që media ka përdorur të njëjtën pothuajse rast me zotin Veliaj dhe zotin Ahmetaj, duke nxjerrë si skemë dhe duke marrë pastaj. Por nëse e sigurt është që zonja Balluku do procedohet. Por për çfarë do procedohet, kjo nuk dihet. Por procedimi është i sigurt. Edhe sikur të jetë një lajm i cili mund të riqet në çdo moment, por është e sigurt që ajo do të procedohet, por atë gjë që prokurori bën gjithmonë është që e zvarrit dosjen e saj. Të ndaremi pak tek pjesa e dosjes së Spakut, ku Spak pas sekuestrimit të 4 telefonave të ish-kreut të ARSH Servis Berberit dhe bashkëshorët e së tij, ka rënë në rrjetën e komunikimit, siç raporton edhe gazetari Elton Qyno, të Belinda Ballukut me varësit e saj, dhe në këtë rast duket se Spaku ka hetuar mirë kundrejt Belinda Ballukut. A mendoni se në zbërthimin e këtyre 4 telefonave është ajo që e ka zhytur një herë mirë Belinda Ballukun? Shiko, unë nuk jam i mendimit telefonave, sepse në rast se do të ishin telefonat, sot do të kishe zonjën Ballukun në mas sigurie, në rast se janë të vërteta këto. Po, ka një vonesë, por që është bërë ekspertimi i telefonave për të zbardhur bisedat e mëparshme me varësit e saj. Këtu shkon gruaja dhe i thot për burrin komisariat, ky më Rafi, ai s'ka rëndësi, Rafi nuk ka rëndësi. Marrë ai të fut në Kalmburg aty, ajo tjetra ose ai atë gjyqtari thot,
do marr unë përgjegjësi për këtë, futun burgares në burgës, na intereson a e rrafe se rrafe. Mjafton që erdhi dikush më trokiti në prokuroria apo në polici edhe bërëm procedurën e. Një sekond. Po kjo kemi fjalën për disa afera që kanë bërë me tunelin e Llogaras, afera e aeroportit Vlorës. Lere, mos lere, se këta janë të zhytur me afera. Tani mos ma nis nga, po ta nisim nga ajo do përfundojmë edhe do të kalojmë edhe numrat e alfabetit. Prandaj unë po të them edhe gërmat e alfabetit dhe do na duhet të shpikim edhe gërmat të tjera të alfabetit shqiptar. Prandaj nuk merrem me afera, tu merrem me procedurën, edhe procedura është e tillë. Kur ti shkon si qytetar i thjesht ai të fut në burg dhe s'pyet për ty, për një individ i cili ka kaq shumë kallëzime në emrin e tij dhe ka pasur një person që e ka pasur në mbikëqyrjen e tij dhe është kapur në flagrancë dhe nuk është një mërë, nuk është dy, janë tre që janë në rrjeshti ke të proceduar penalisht, kjo gjë nuk të bën ty përshtypje, mua më bën shumë përshtypje. Pse më bën përshtypje? Sepse është fakt shumë konkret. Por zotëri, ç'a pret ti të zbardhe tabulat telefonike? Pse? Po ti merre në telefon, ti merre takoje, afroje aty dhe thua, hajde na jep disa shpjegime. Se s'ka nevojë me të ardhë fletëthirja. Edhe kjo fletëthirja e famshme kjo. Era merr telefon, alo avokat, hajde merr panderun dhe hajde një tani kur e kanë gjendje të lirë. Ose avokat, merre tani klientin tënd dhe hajde këtu se të the ti bëjmë disa pyetje. Kjo rasti procedurial, jo priti vit fletëthirja, jo ajo është me tren, jo po vjen nga Prizreni, jo po vjen nga Hëna dhe nga Qelli kështu me radhë. Prandaj ose ky tjetri po analizon tabulat telefonike, po i bën studim, këta janë mashtrime publike. Ai kallëzimin aty e ka pasur, ai ka pasur me kohë kallëzimin aty. Spaku i partisë arrestoi një person që ka të bëjë me aferat korruptive. Pra, unë nuk e kuptoj tek ju pse e vendosni kaq shumë nivelin e spakut kaq shumë lart, duke thënë që ata për aspektin profesional që duhet të duken transparent të mirë. Zotëri, ti dyshohesh për shembull një shkëlqim syri që e pe një person edhe i shkelë syrin, vjen spaku dhe thotë ndikim të paligjshëm, të arreston sekonda, pa pasur fakt konkret. Po bëhet fjalë për ekspertimin e 4 telefonave, prandaj. Po ledhe ekspertim se këto janë mashtrime, ata çaj ekspertojnë edhe s'dinë as veç apo shikojnë aty. Se ka të ndisur kanë çuar 4 telefona për ekspertim në mënyrë që zbardhen mesazhet. Spaku është ka të ndisur aty si dyqan telefonash, kanë arrestuar, më shumë kanë arrestuar telefonat se sa arrestojnë individ. Prandaj mos u mashtroni te kjo akti ekspertimi, këto janë mashtrime publike, sepse spaku të vetmi gjë që bën është kjo. Ke folur ti në telefonin tënd me X-in, i kap aty, i shikon, i verifikon, thot vlla, këtë e futën në burg. Qa, ti mund të mos kesh bërë vepër penale, ti nuk je duke kryer vepër penale, po thjesht influencën, thot ai. Ke vjerën ti për shembull që është kryeministër, ke vjerën që është kryeministër, a kupton? Na mjafton influenca që ti je dhëndri, edhe vjerën e ke kryeministër. Më kupton tani? Pa ajo është indicie, nuk është provë. Është indicie, nuk është provë. Po jo, spaku indicie dhe influencën e konverton me vepër penale, se din ti këtë. Pra, rasti i Maltezi konverton në vepër penale, rastin e Metës e konverton në vepër penale. Pra, ka bërë koalicion Meta me Ramën atëre, arreston Metën, nuk arreston Ramën. Kur ndërkohë Meta po akuzohet tani për një ligj të cilën e ka bërë në kohën kur qeveriste me Ramën. Ndërsa ai që akuzohet sot është Meta. E kupton në cilën e ti më thua ti mua që tani ata po ekspertojnë dhe po marrin tani telefonatët, tabulatët me kë ka folur si ka folur. Or zotri, kur e arrestuan Berberin? A arrestuan para 100 vitesh? Si më arreston ti mua nesër ose më procedon nesër mua Belën? Po kanë zbërthyer komunikimet sa i përket tenderave. Kanë zbërthyer, i erdhi momenti që duhet shfaqin forcin, pra aty ku arrestuan Velia nuk mund të bien poshtë që të arrestojnë Damianin, a kupton se bie poshtë. Ulet steka, nuk kupton? Ose nuk mund të shkojmë Taun tani sepse Tau është në përdorim të Edi Ramës. Mbaroj edhe Tau punën e vet, do merrem edhe me Taun. A kupton tani? Pra ju mendoni se është Edi Rama që e ka kërkuar goditjen e Belinda Ballukut në këtë moment? Po ti ç'a mendon? Kush është? Unë edhe ti jemi, kush na pyet ne të dyve?